Ashtu sikur se ka njerëz që janë shumë të ndjeshëm, e nxjerrin, e përpunojnë, kërkojnë ndihmë, e shfaqin në të gjitha ngjyrat gjendjen e tyre emocionale, pra kur janë të lumtur, kur janë të trisht, por janë shumë rezilient, sepse duke i pranuar me shumë sinqeritet ndjesitë tona dhe gjërat që na shqetësojnë, duke i dhënë leje vetes për të jetuar edhe për të vuajtur ndonjëherë, ne çrohemi. Prandaj dhe personat që qajnë shpesh janë persona që quhen të sinqert, të drejt, por edhe të fort. Ndryshe nga çfarë na është mësuar gabim që personat që nuk shfaqen dobësi, nuk shfaqen emocione, janë të fortë. Jo, këta persona janë më të brisht dhe kanë tendencën që ta kenë më të vështirë të kërkojnë ndihmë kur ndihen vërtet keq. Dhe nëse ne nuk kërkojmë ndihmë kur ndihemi vërtet keq, e kemi të vështirë ta nxjerrim ndonjëherë vetëm veten nga situata të vështira.